Banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri u emocionuan teksa morën mesazhet e radhës nga të afërmit e tyre, por një mesazh i veçantë shkaktoi entuziazëm të madh. Ishte mesazhi në emër të futbollistit të kombëtares shqiptare Armando Broja dhe sapo banorët pa emrin e tij nisën brohoritjet, por megjithatë gjesti mbeti i hutuar dhe pyeti: "Kush është ky?" Lërdi më njëherë shpjegoi: "Është futbollisti kombëtares, lexo." Në sfond dëgjohet Rozana. Armando Broja u njeri. Gjesti i habitur u përgjigj: "Hey bro, unë se di s'jam i informuar për futbollin këtu." Në mesazh Broja shkruante: "Gjesti, na kënaqë o vlla, veç për ty po e shikoj këtë big, të presim me fitore, loja ka puls edhe dashuria, por ti nuk do të nxjerrësh djalin e dashuruar, nuk është turp vlla, nuk ka më bukur se dashuria." Ishte mesazhi në emër të Armando Brojas. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.